E, po si iku Memli, ma. Po e sigur tha do të arzoj, tha Albin Kurtin. Apo tha do të arzoj pas të tiku nga kryetar partia. Thuj Memlit, nuk rëzot Albin Kurti të iku bish. Albin Kurti rëzot me i del për balë, me pas program, me ditë si qa me falë, me ditë si qa me premtu, mos me rajt, mos me bo pazarën në tavolinë, si që ishte të boti me Lumirin. Masa ne qa kryetar partije që ti më bëri dhe ty të kanë komandu tjerë. Ti ke qenë tip menagjeri që aty, gjasë me këtë. Ti ke firmos që atë kanë qëllë tjerë në tavolinë. Ti ke qenë këtë këtë aty. Masa ne ti jesh kryetar partije dhe mos ti jesh i zoti me kandidu për kryeministër. Qa, aja skandal më, aja turp. Qysh, ju bone kryetar partije dhe i ti si i zoti as me kandidu për kryeministër. Se ma në gjatë tjetër. Pastaj thu, tash do iki, po unë do ndihmoj me rëzu Albin Kurtin. Po si do rëzosh ti s'ke shanse me rëzu, as me menu. Ti edhe sa i jot e kush qenin parti që rini të bo pazare në tavolinën. Kështu që mos lodhe këtë, Albinin keni zero, po zero shanse. Ju me rëzu, as me tentu, se ju bëni pazare poshtë tavolinëve. Ti kishe shansin me qenë zëvendës kryeministri i Kosovës, me marrë kryetarën e parlamentit, me pretendu dhe presidentin, me bojë qeveri tamam me Albin Kurtin, po. Duke po Albin Kurti shiftin tanë, nuk ka shanse mi dhe as më të voglin shans që ti me marrë pushtet. Ti dhe së i jotë që vinë mrapa aty. Pjesë e mirë edhe bashkë me këto analistat që ishin mram tek pavajtu në për studiet, që ju hik racioni, a kuptan, jo për gjatë.